Po ai do hequr nga Shqipëria fare. Se Shqipërinë e shiti e bëri copa. S'qa pam neve një gjë të mirë që ta votojmë, se po ta bëte, do ta votonim. Brezi jon, pensionistët na varrosi për së gjalli. Dhe në qoftë se ata s'japin votën këtë radhë, le t'i vdesë Edi Rama të shtypë këmbë. Si do votojmë? Do na jemi një mesazh për gjithë qytetarët që dalin të votojnë, se vota është e drejta. Qytetarët të dalin të votojnë në masivisht, sepse kjo votë është shumë e rëndësishme për demokracinë shqiptare, sepse neve brezi jon, pensionistët na varrosi për së gjalli. Dhe në qoftë se ata s'japin votën këtë radhë, le t'i vdesë Edi Rama të shtypë këmbë. Ç'të Do të themi? ju jeni për një ndryshim mandatit. Patjetër, pa diskutim. Ne vajtëm 12 vjet. S'pam asnjë gjë. S'qa pam neve një gjë të mirë që ta votojmë, se po ta bëte, do ta votonim. S'ka diskutim. Po ato që bën ai, jo për të votuar që s'është, po ai do hequr nga Shqipëria fare, se Shqipërinë e shiti e bëri copa. Nëse kemi frikë vemi në plazh, del pronari ikti futu këtej. Po ne ku të vemi? Në s'kam lekt vete hoteleve. Ja kështu të ke qenë na. Edhe ju që një të ri, atje i pri votën.